Ja ku jemi takuar sërish të shpremte dhe jemi në episodin e 25 të What the Fuck Show. Sa bukur guys. Fatos lëre këtë hyrjen se kemi hall shumë më të madh se sa kjo që po thua ti. Qa halli kjo? 90% e njerëzve që na shohin nuk na ndjekin, nuk na keni bërë subscribe. Pse s'na bëni subscribe o njerëz? Kjo është alarmante. Juve t'ju haj mortja, t'ju thafshin gishtat, që na shihni gjithë perri të bukura këtu. Po pra. Dhe nuk e kam fjalën për veten dhe që nuk na bëni subscribe. Nuk e ju shohni. Kështu që shpejt klikoni atë linkun aty poshtë që lexon subscribe. Pra, marrim Ai nuk është gishtin. link, është thjesht një buton. Marrim gishtin e çojmë Është i kuq ai, është i kuq. Dhe do jeni të parë që do njoftoheni kur andale të publikoj programe të reja, kështu që tani vjen pranvera, programe të reja, kështu që s'duhet i humbis. Çelin lulet çelun. Ja po vjen dhe Por Hari. ti nuk je i vetmi që ke çelur në këtë studio sepse sot kemi një të ftuar bombastike, aq energji të mirë ka sjellur në studio saqë tham do e nisim direkt me këtë se ne zakonisht i lëm të ftuarit për fund apo jo. Po. Gazetare, një vajzë e cila është shumë pozitive, njerëzit e duan si ata nga qyteti, po sidomos ata nga fshatrat, shumë i lumtur, shumë të lumtur që kemi sot Lediana. Publiku në studio! Më bëj një lëvizje dritash ju lutem. Më bëj pak atmosferë. Fokusoje pak Ritën, të lutem. Po, Rita. Që ta dishti Lediona, unë talla deri tani se nuk e kam emrin Rita. Është shumë e gabuar kur thua talla, bëra shaka. Bëra shaka, ups. Bëra shaka, unë e kam emrin Kostja. Çfarë kishe ti me gishtin që s'kan bërë subscribe? Ja, për shumë më lërë të ta tregoj. Sa po e bëra pak më parë sepse kisha merakun e gishtit. Lediana ti vjen direkt nga fshati dhe mund të themi pothuajse që ke vizituar çdo fshat të Shqipërisë. Tani ne duam të na tregosh ndonjë histori, ndonjë përpasken që mund të qeshim të gjithë, diçka që ka ndodhur. E do nga Lushnja apo nga gjithë Shqipëria? Në Lushnja janë shumë për burrat, me të drejtën, sepse janë martuar shumë vite, kanë kohë edhe thon për çaj do burrin më. Keni gjithë kam këtë dëgjuar fatos? shpesh këtë. Ti fatos je beqar? Jo. Mos, qa keni humbur më i gratë e Lushnjës, gjithë të pellë, një gjithë të zdap 2 metra. Gjithë të pel serbe këtu. Kena jetime dhe me unë jam kau. Çuna dhe goca para se ta nisim ato pyetjet me spec që keni ju aty që nuk arrita t'i lexoja dot para se të nisnim, por faleminderit për këtë super energji që keni. Unë i dua shumë ambientet ku janë të rinjtë dhe ju jepen mundësi të rinjve. Dhe ju jeni, nuk janë kaq, janë o zotë, janë shumë. Dhe kur thash, kaq jeni, kur fillë zbrisin nga shkallët. Bravo. Një duar të faleminderit. Dhe bjeruni në kokë atyre që meritoj. Po jo mua, se jo pa qëllim kam marrë me kostum. Patjetër. Po historinë s'na e tregove, përveç Lushnjës. Po sa flas. Më të bukurën. Shiko, histori të bukura kam shumë. Në çdo vend që shkoj, në gjitha fshatrat e Shqipërisë, por jo vetëm fshatra, unë kam shkuar edhe në qytete, që të bëjmë edhe një krahasim mentalitetesh, jetesa e gjitha me radhë. Histori të bukura më shumë kanë ardhur nga Dibra. Shpeshherë më thonë që në Dibër ti ke gjetë dashurinë apo jo? Jo, po e them edhe këtu publikisht. Se kam thënë shpeshherë, po ju ndoshta ju keni më shumë djegës se unë dhe mund ta shfrytëzoj këtë moment. Që nuk ka asnjë gjë të re në Dibër, thjesht njerëzit aty janë shumë të ciltër. Dibra, Lushnja dhe Devolli janë për mua Top 3-sja. Top 3-sja më të mirë. Tresha hynore. Po histori Kanë mikpritjen, kanë humorin e kanë gjitha. Po histori të keqe, të ka ndodhur ndonjë moment i sikletshëm në ndonjë fshat që nuk e harron, je ndier në pozitë. Seva këmbët erdha këtu e zë. Ose një mikpritje që ka ndodhur. Jo, nuk mund ta them atë. Tani mikpritjen ne kemi ne shqiptarët, por ka edhe pyll pa dera s'kemi. S'ka. Kush është deri në këtë pyll? Jo, s'mund ta them deri, por që nuk janë pritur mirë, ka qenë në fshatin Gjoric në Dibër. Çka ka ndodhur? Nuk e di pse kishin shumë siklet që të flisin aty edhe të tregonin atë realitetin, edhe kryesisht burrat, gratë ishin ato të cilat ishin të ciltra dhe kërkonin që të flisin dhe të tregonin, unë flas atë që është aty. Nuk i shpif nga vetja dhe i kishin që këta burrat që Me qime deri. Burrat e Gjoricës lërin i gratë të lira, më burrat shkeni. O sot më futin shterë. Ka pasur një diferencë mentaliteti të theksuar në krahasim me fshatrat e tjerë ku ke qenë? Për fshatin në fjalë. Jo, shiko, mentaliteti kryesisht në zonat e thella është më i theksuar. Por
fatmirësisht nuk e kam gjetë këtë kompleksin me kamerën. Flasin, nuk e kam problem. Tani në gjërat e tjera në brendësit, në këtë nuk e di. Duke qenë se Lediona fole pak për mentalitetin dhe ke shkuar dhe në qytete dhe në fshatra për të bërë dhe krahasimin. Pra, si janë vajzat në qytet dhe si janë vajzat në fshat? Ku ndryshojnë? Shumë vajza në fshat nuk ka, se kanë ardhur në qytete dhe problemi kryesor është një fenomen që ne duhet japim zë që kemi shumë djemë beqar. Tani kemi këtë që thonë djemë të thonë që s'ka vajza të mira, kemi dhe vajza që thonë që s'kan djemë të mirë. Jo, ka, por nuk e di pse nuk po i gjej njëri tjetrin. Ka djemë të mirë, po s'ka lek. Mos të gjithë se leku shkon atje. Mos është kjo që the ti Lediona që vajzat tani duan të ndjekin karrierën, shkojnë në qytet. Janë më shumë të fokusuar te karriera. Është e vërtet. Janë më shumë të fokusuar te karriera dhe për mua kjo është shumë e mirë. Është e mirë. Sepse duhet të ndjekësh një karrierën dhe pastaj nuk po them që të shkosh 40 vjeç dhe të kërkosh të krijosh familjen, se familja është shumë e shenjtë dhe në këtë kohë që ne po jetojmë është bërë një çik por mund ta them me shumë bindje që janë edhe meshkuj që kanë frikë të marrin përgjegjësi. Po, ty vetë ka ndodhur në një rast që për shembull të kenë kërkuar për nuse në një fshat që ke shkuar. Ma në gjithë fshatrat kërkojnë nuse. Po ndonjë djalë që të ka ngacmuar. E të një djale si e thot patosi më kësha. Burr, sa djale, ashtu me sa burr që të Se ca shoqet tua që në Big Brother e doni dhe djale, e doni më të ri se vetja, unë prandaj thash. Me kë e kja? Se s'më kujtojnë. Me një që fillon emri me I dhe I mbaron me Ilnisa Golli. Jo të nemi të drejtë për drejtë. Çdo njeri ka të drejtë, ka preferencat e veta, tani s'është fare jon që dhe djem shkojnë çik te këto mamat më të mëdha në moshë sepse janë më të mira, më të pjekura, ndërsa këto të tjerat janë çik tek anjoza. Gjithë bota ka probleme daddy issues, Shqipëria ka mommy issues. Tani mos ju I shpëto pyetjes, të ka ngacmuar apo jo? Më ka ngacmuar dhe I kam ngacmuar. Si ka ngacmuar? Nga lushnja. Me çfarë ka ngacmuar me lushnja me shalqin? Kështu për ballja. Jo, vetëm online. S'keni këllë se kështu me mesazhe, vallai. Vietnami kur I takon live dridhen, Lediona, ke pasur eksperienca shumë bukura besoj gjatë 5 viteve që ti po bën haberet e fshatit, po ndërkohë ke pasur dhe një eksperiencë që të ka shënjuar në jetën tënde, siç ishte edhe aksidenti apo jo? Nuk ka shënjuar hiç, sepse e kam shirë nga memoria, po ka qenë një situatë e sikletshme, në Dibër ka ndodhur dhe kjo. Kam shkuar për të bërë një spot për një reklam dhe jam çik tip kështu që më pëlqen adrenalina. Tentova ta marr atë motori vet. Imagjinohen bjeshkët e Dibrës dhe bora 3 metër. Dhe motori thash këta, si për mua ti ta më hodhi. Të hodhi në gremi. Jo, s'ka që me shpejtësi, thjesht se kam hip në motor, jam nis për rrugë, nuk e di si dola jashtë rrugë dhe kam pësuar një dëmtim tek shtylla kurrizore që fatmirësisht tani jam mirë. Më është dashur që të qëndroj 23 ditë regjim shtrati, I detyruar dhe ka qenë e vështirë sepse unë nuk ri dot pa punuar edhe pa lëviz në për Shqipëri, por lutja ime vetme në ato momente ishte zot lutem më ngri në këmbë. Dhe ja ku ja. Ekzistonte dhe rreziku po thua që ekzistonte rreziku, por një kujdes shumë I veçantë dhe I madh nga ana e blucave të bardha që realisht duhet I falenderojmë dhe kur nuk duhet I sulmojmë se bëjmë një çik ngacmues më shumë se duhet, por njeriu kur e ka vështirësinë, atëherë e dallon nevojën e këtyre njerëzve human, të cilët janë aty për ne. Në një farë mënyrë ke kaluar dhe një Big Brother 2 se kanë qëndruar 40 ditë izoluar. Miqtë mi të afërt edhe Eriola kur vinte që pinim kafe bashkë në shtëpi, thoshte mraf pikat ku jeton Big Brother. Izolim. Por kalojmë pak tek periudha pas Big Brother. Ti supozohej me sa kam dëgjuar unë që të rikthej sërish në Piranjat, por nuk të pam ose të pam vetëm në disa në një vetëm në një rast, në një. Dhe thuaj që ishte filmuar më para. Ka qenë një djalë I cili bënte shantazh një vajze. Jo, vërtet? Po. Jo. E kam parë, madje ka qenë berishta kombinat. Kombinat ka qenë. Për pak. Se ka qenë me frok kuqe. E kam parë. Çfarë ndodhi Lediona? Atë kam shkuar e kam kapur, më fal Fato, se nuk e di pse kam këtë vibe e mirë që me mua shef mirë sepse është binjak edhe dua
E po Në jetën time. Unë jam rikthy, pasi kam dalë nga Bigu, më duhej shumë kohë që të rimerja veten, sepse është pak vështirë ajo të dalësh nga izolimi dhe të përshtatesh. Më është dashur pak kohë, por unë direkt kam shkuar tek Piranjat, sepse ka qenë një punë që unë e dashuroja dhe e bëja me shpirt, dhe kjo e kanë treguar edhe faktet. Po patjetër më kushtojmë. Ti e më e famshme nga i program, ndoj unë. Se di, atë e thoni ju. Tani mua disa zosh, Lediona më kanë ardhur dhe më kanë përshpëritur në vesh që ti nuk je ndar me terma të mirë me Piranja. Kush janë këta zoqët e tu që i pas ke informatat kaq të sakta? Më kanë thënë. Prisni, më kanë thënë edhe që ti nuk flet më me asnjërin tek Piranja. Shiko këtu ti zoçka. Unë flas me të gjithë. E tha edhe kolegu yt që unë kam qenë imazhi kryesor aty, kam punuar fort për atë emision, e kam dashur shumë dhe nuk mund të them që është e njëjta dashuri, sepse në momentin që unë largohem, jo se nuk e dua, e vlerësoj punën e kolegëve, por nuk është standardi që unë kam dash gjithmonë në punën që bëj. Okej. Për sa i përket nëse unë flas apo jo, pak më parë ne folëm për aksidentin dhe në të mirë dhe në të keq njerëzit duhet ta çojnë një mesazh apo të pyesin qofdësia. E vërtet. Në momentin që kjo gjë nuk ka qenë nga palët të tjera, Pa, nuk je zgënjur. E zgënjur nuk mund të them, sepse unë kam kaluar shumë gjëra në jetë dhe pres shumë të ndodhin dhe zgënjime dhe çdo gjë dhe nuk Pra, habite. nuk ke më pritshmëri për njerëzit? Nuk kam pritshmëri, unë rrethin tim të ngushtë e kam prej vitesh dhe më mjafton ai rreth i ngushtë që kam, i kam pak edhe sakt, por e thash pak më parë që njerëzillëku e tregon. Dhe në momentin që nuk tregojt për mua i shkëput çdo gjë. S'kam pas asnjë konflikt asnjë gjë, thjesht ka qenë një hatërmbetje sepse un kam pas një propozim nga Top Channel. Dhe këtu ka qenë hatërmbetja, por njeriu jeton dhe punon për diçka më të mirë për veten, do të bëj më të mirën. Çfarë propozimi? Kam pas propozim për të bërë emisionin tim që kam në YouTube për ta bërë në Topi. Po ti nuk e ke pranuar, pse ndodhi? Unë nuk e kam pranuar, por vazhdoj të jem në bisedime. Tani unë nuk mbaj përgjegjësi dhe s'mund të kthej përgjigjen që pse ty të ka ngel hatri se unë do shkoj diku tjetër, ndërkohë që ti mund të thuash gëzoja për bashkëpunimin që kemi pas, për kontributin që ti ke dhënë dhe Zoti ta bëft mbar. Njëri që të do. Po kështu jemi pastaj njëri që s'do dhe do të shfrytëzoj vetëm për interes, tani jemi pak të zgjuar për t'i kapur disa gjëra. Lediona, ne po pyesim, po se dima janë këto pyetjet që duan të dinë shqiptarët. Kështu që unë i kam bërë një screenshot Google-it se çfarë kërkojnë njerëzit për Ledionën. Dhe e para që del është Lediona. Me Google. Ja. Është me fakte këtu, s'ka. Me dokumenta. Me dokumenta, Mosha është e para. Po si më nuk e dini moshën. Unë kur kam qenë në BIK, kam bërë ditëlindjen më të bukur, 35 vjetorin, që kemi qenë pa buxhet dhe s'kemi lënë asgjë. Asi Shirin nuk fryve. E fryva Shiririn dhe ishte personi që ti përmende pak më parë, ishte e solli tortën. Ajo që fillon emrin me I dhe mbaron me lista. Gjë e dytë është vajza. Vajza, çfarë duan të dinë për vajzën? Tani besoj që duan të dinë një herë si është raporti jot me vajzën, se ajo është një adoleshente e rritur tashmë, ka kaluar atë. Kam një raport shumë të bukur me vajzën. Shkoj, kam shumë të vështirë të flas në këtë E kam shumë të vështirë të flas për vajzën, është shumë ndryshe nga unë, nuk e ka qef këtë pjesën e... Është një introverte, thua? Po, edhe ka treguar dhe tek surpriza që ka ardhur, por marrëdhënia me vajzën e kam perfekt dhe jemi dy shoqë shumë të mira dhe kështu do vazhdoj të jem. Mami single në... Jo, absolutisht. Ka shumë mama single që janë shumë të zonja në rritjen e fëmijës dhe sidomos në vendin ku ne jetojmë kemi heroina të vërteta dhe mendoj që japi një super edukim këtyre fëmijëve, duke bërë dhe rolin e mamit dhe të babit. Zoti e ka dhënë që babi është babi, mami është mami, por duke u detyruar që ta bëjmë atë rolin e babait,
ndoshta bëhemi pak më të ashpra, siç duhet, por më besoj që është në të mirën e në rritjes edhe edukimit të tyre dhe ajo e thotë edhe në këtë moshë që është akoma e vogël, thotë që unë e di që kur të vi një ditë do të falenderoj që ti je pak e rreth me mua. Tani, duke qenë se jemi te vajza, një pikë tjetër është ish partneri ose ish bashkëshorti jot, që është dhe babai i Flisja për të, si babai i vajzës mund të them që do jetë gjithmonë baba i vajzës dhe nuk përmend edhe nuk i kujtoj çfarë mund të ketë bërë edhe se nëse do të flisja për atë pjesë mund të kisha folë edhe atje ku isha, nuk kam dashur kurrë sepse për mua primare është vajza. Ndërkohë që di të them që ka marrëdhënie shumë të mira dhe kjo më është prezent në jetën është prezent tek jeta e vajzës dhe shoqyr them që është edhe në moshën që ajo ka nevojë dhe kjo ka Kjo është një shembull që duhet t'i japin të gjithëve që patjetër që po, prindrit nuk kanë absolutisht nuk kanë dashurinë, por kurrë nuk mund të përdoret si akmarrje fëmia, sepse diçka që ka mbaruar, por në rritjen e fëmijës duhet jemi të gjithë të dy kontribut. Më pëlqeu shumë dhe reagimi që patë ti kur të erdhën lajmet se si ai kishte reaguar për rrugtimin tënd në Big Brother dhe çfarë kishte thënë dhe ti që thjesht nuk fole fare, nuk i dha asnjë përgjigje. Shumë fisnike. Patjetër që po, sepse e thash pak më parë që për mua primare është vajza dhe asgjë tjetër. Dhe e fundit partneri i ri i Ledionës. Se ka një partner? Tani njerëzit duan të dinë me sa duket. Erdhi koha ta themi Erdhi koha që ne ta deklarojmë. Ja, se jemi bashkë. Ja, ne kemi qenë po ndam. Do ta themi dhe këtë tham më përpara se nesër. Njerëzit duan të dinë a je ti në një marrëdhënie të re. Gjithë kjo femër tani. Po pse kudo ku shkojë pyesin këtë, pse nuk pyesin që a je mirë me financat, me punën? Kjo është e rëndësishme. Ama në Lediona tani. Okej, pra, a je mirë me financat, Lediona sa lek fiton nga YouTube. Në muaj, se ne kur pyesim se lek fiton në muaj, e pa shifrat janë shifra. Kur pyesim për këto, pastaj i thon, pse shifra për shifra? Sepse ju lëvdova pak më parë, po dëgjoni këtu. Se para se të niste kamera, se më beka. Po ju thoja disa këshilla se si është merresh me YouTube dhe çfarë duhet keni parasysh, por bëra gabim se Dalina do mbras në këtë moment se do thotë që do mikin të gjithë, do hapin YouTube. Sa fitoj? Sa fiton? Shifra më e madhe që ke marrë nga një video. Nga një video, shifra më e madhe, nga një tech pool video. 2000 pak euro. Mirë, jo keq. Jo, shumë mirë. Është shumë mirë. Këngëtarët marrin 3000 euro për. Jo, shpesh më pyesin që Lediona pse nuk ke një emision në televizion e kështu. Unë e thash pak më parë që më është bërë propozimi, por e vetmi arsye është që kam vite në televizion dhe ajo që mua më intereson më shumë është sa lek fus tek shtëpia dhe jo të dalë në ekran edhe të pra topi nuk të ka ofruar një shumë më të madhe se YouTube-i. Jo vetëm topi, por edhe televizionet tjera nuk ta japin dot atë që t'jep YouTube-i, ndaj fokusoni tek YouTube-i dhe shihni sa më shumë videot e mia. Pra përveç videove të Ledionës, duhet të bëni subscribe në Andale. Po s'ka nevojë dhe të bëni subscribe sepse mjafton t'i shihni dhe këta paguhen pra. Lediona, mami i ke pyetjes. A je në një marrëdhënie apo jo? Tani unë do ta marr përgjigje. Sa po shkruajti marrëdhënia sa po shkruajti. Po apo jo? A jam në një marrëdhënie? Po patjetër që jam. Pse gjithë kjo votë pa që në marrëdhënie? Me si po presim dasmën. Unë bëj shaka kështu që them që s'ka e kështu, po jo më jam shumë mirë, jam e sigurt që nuk është Dibran. Ajo do të ka për botën, po jo për botën. Pra. Lediona nëse s'është nga Dibra nga është, pra. Shqipëria. Ama vërta. Mos është nga Lushnja. Jo. Po çka keni me Lushnjën? Lediona, a di si është puna? Shkoj bëj ndonjë intervistë nga Lushnja se do ta bëj, do ta kem parasysh. Do ta kem parasysh. Lediona, të flasim pak tani për ato që flasin të gjithë për Big Brotherin. Kemi Eglin e cila është rikthyer dhe duket sikur do të mbaj distant gjestin, por nuk po ja arrin dot. Kam pasur të qeshura. Ku e ke parë që do të mbaj distancë? Po, të njëjtën gjë ka thënë ajo në Prime. Pra ka thënë që themi dhe si çfarë bëjmë aty në raport me të. Dgjaj. Shumë kur janë futur aty ose para se të futen kanë komentuar Bigun edhe unë do bëj kështu, shumë janë futur dhe me strategji dhe pastaj kanë dalë pas një jave, sepse Bigu është i paparashikueshëm. Kur futesh aty është tjetër botë. Dhe Egli e di shumë mirë se si ka qenë aty brenda. Gjithmonë kam qenë kundër për rikthimet, sepse është shumë e dëmshme, prandaj është një eksperiment në izolim.
pra ti të mos kesh asnjë informacion nga jashtë, ndërkohë që në momentin që ti merr informacion, ti të dëmton shumë në lojën tënde, në lojën që ti do bësh, sepse ti pretendon që shiko sa për këtë pëlqen, por publiku është bumerang. Mund të ndryshojë brenda orës. E vërtet, po Dhe për sa i përket marrëdhënies se është bërë shumë e bajatshme kjo, por ne s'kemi për çfarë flasim tjetër, sepse kryefjala në këtë moment është Gjesi dhe Egli dhe Bigu. Për mua unë e kam thënë që favoritët e mia në fillim kanë qenë Gerta dhe Amber. Do doja shumë që Gertën ta shihja si në fillim. Me futjen e Gjesit nuk duam ne, sepse jo të gjithë na pëlqejnë dhe jo të gjithë do flasin mirë për ne, por për mua Gjesi është duke mbajtur gjalla të Big. Në krahasim ju mund të thoni çfarë të doni, por ki parasysh që aty janë 150 e pak ditë që ajo është një izolim dhe është një sfidë shumë e madhe dhe ti lodhesh dhe ki parasysh në prajme dhe me situatat edhe me si komentohen edhe demoralizohesh, por mua më pëlqen si personazh. Do të thënë, nëse unë e shoh Bikun, shoh një Gjesi që më bën për të qeshur. Po Gjesi nuk ka argumenta, një fituesa nuk do të ketë argumenta. Më fal, kush ka argumenta aty? Ke Laertin, ke Rozanën, ke Gertën, por që nuk bëjnë dot asgjë. Jo, Rozana është sepse ma lodhin veshin kur i dëgjoj ata në debate. Jo, që na lodhin gjithëve, na lodhin veshin. Ndërsa Gjesi më pëlqen, për këtë nuk më intereson viraliteti që ka fare, as pak. Unë e kam kritikuar kur ai ka bërë deklarata dhe si dhe që s'kan qenë të hishme. Po kam vënë re diçka që kur doli Egli nga Big Brother, Gjesi ra në qetësi dhe më duket sikur vetëm marrëdhënia me Egli. Ngeli si peshku pa ujë. Edhe po doli Gerta apo Rozana, nuk do ketë aty loj Rozana, sepse aty e gjejnë personazhet njëri tjetrin me këdo luajnë. Ka një rivalitet. Po patjetër që do jetë. Më fal? Po luan Gjesi me Eglin. Po aty loj është e gjitha. Aty është loj e gjitha. Unë të them që këtë Egli që është tani unë doja ta shifja në fillim, jo sepse duhet i binte Gjesit, por një person kur ta bën të qartë që unë nuk ke për ty, më fal, ne jemi jashtë dhe kur partneri na thot diçka të tepërt, nëse hapim telefonin edhe derisa që të qetësojnë gjërat, por kur të tjetrit ta thot para syve të miliona shqiptarëve që shikojnë se unë nuk të pëlqej ty dhe Gjesi është një gjë shumë e thjeshtë për ta kuptuar. Ai e ka thënë që unë këtu jam për Big Brother, unë jam për të lozur këtu. Po, por nuk të duket lojë pis që i thot nuk të dua, pastaj vetë e afron e puth. Aty nuk ka lojë të pisë dhe të pastër. Aty thjesht është lojtar. Nuk ka lojë të pisë të Kujti mos i ngatrojmë këto gjëra, loje pisët. Më fal, çfarë loje pisët? O zotëri, unë kam ardhur këtu, por qëndroj izoluar, po sakrifikoj personalitetin, psikologjinë time, shëndetin tim, çdo gjë. Pisët se luan me ndjenjat e një personi tjetër. Nuk ka lozur. Ndjenja është nuk ka lozur sepse ai ja ka bërë të qartë që unë nuk di, më fal, si ka lozur. Po si jemi sinjale të miksuar. Se futi në krevat. Nuk e futi, vajti. I vajti dhe ai e pranoi dhe e kushte dhe ai keni seriozisht çfarë të them diçka. Në momentin që unë të them ty në mëngjes, turnin e mëngjesit të them nuk të dua, mu zhduket gjitha këto. Dhe në momentin që unë të vi në prime dhe të them që shikoj se unë nuk ndjej dhe kështu, më fal ditën tjetër ti jam bërë të gjitha ato prime kur Gjesi thoshte që se dua. Po pra se dua, pastaj thot që unë kam një pëlqim fizik. Pra që të thot, nëse do të vish flesh me mua dhe fli, tani ti ku je? Ku shkon ti? Se ai jep sinjale mikse pra. Po mikse pra, po këtë miksin ti mos e bëj mikse dhe veten tënde, po ndaj gjën. Duhet ta ndaj Egli sipas teje. Jo, se nuk e ndan dot Gjesi. Po Gjesi nuk jam dakord me ty. Po nuk Lediona, unë jam dakord me ty, por duhet ta shikojmë edhe nga kjo perspektiva tjetër që ajo ka qenë e dashuruar dhe kur je i dashuruar, qoftë edhe një shikim t'japi ty ai ty. Do ta marrësh si shenjë. Jo, më të puthi dhe se nuk mendoni që dhe Egli është një vajzë shumë e zgjuar edhe bën një lojë shumë të zgjuar. Po pra se unë këtë doja të pyesja, ku ti leverdis më shumë? Pra ti e di shumë mirë sepse ishe duke fol pak më parë që mua Gjesi më pëlqen. Tani hajde më analizo ti muaj që pse nuk e shef Eglin një super lojtare. E di pse? Jo, Eglin nuk është një super lojtare. A e ke gabim? E di pse ajo është puna fikët në atë shtëpi për Gjesin. Ajo ka marrë ilaçe. Fikët dhe mua më ka rënë sepse kam qenë edhe mua më ka rënë fikët dhe unë kam vjell nga stresi sepse aty është një izolim i frikshëm dhe psikologjia të shkatrohet, kështu që nuk do të thotë që ti ke vjell edhe je bërë në atë situatë vetëm për dikë. Se mund të them edhe unë që shikoj se unë jam bërë për meritonin që kam pas situatën me vajzën edhe më ka bërë të vjellë dhe të kështu, po është
Kush është fituesi për ty? situata. Prit, mos e thuaj. Okej. Sepse do bëjmë një lojë. Po, Ficëm katër. Do bëjmë një lojë ku ti do të zgjedhësh mes lojtarëve të Big Brother aktualisht Okej. dhe Do dalë nga loja fituesi. do përballen ato që zgjedh ti me njëri tjetrin derisa të shpallin fituesin, okay? Okej. E nisi me dyshën e parë që është Rozana apo Jozi. Si lojtar apo kështu si personazh? Lojtar, për një lojtar. lojë që deri në fund do shpallin Rozana, fituesin. absolutisht, Rozana. Okay. Gerta apo Danja? Më pëlqen dhe Danja, por si lojtare Gerta. Okej. Nga ana tjetër kemi Gjestin kundër Laertit. Nëse flasim për argument logjik, është Laerti. Nëse flasim për atë personazhin që unë fola pak më parë, është Gjesti. Dhe ti zgjedh përfundimisht dën. Gjestin. Gjesti dhe dyshja e fundit është Egli apo Loredana. Loredana. Vërtet? Wow. Po pse? Është shumë simpatika. Ajo është lezetja e saj shtëpia. E Eglit se the që Egli mund të jetë super lojtare. Po, jo thash në marrëdhënien që po bën në Me ndjenjat e Gjestin, këto me ah, Gjestin. Por me thënë të drejtën më larg do shkoj Loredana dhe mbaj mend çfarë. Okej, sipas te i bie që në finale të jenë 4 persona, Rozana, Gerta, Gjesti dhe Loredana. Përballja tjetër është Rozana apo Gerta? Gerta. Gerta fiton? Gerta. Për çfarë arsye? Sepse Se mund është duket një sikur ka lojtare rënë në e gjumë fjetur. së fundi. Lojtare e ftohtë, po shikoj se aty dhe bie në gjumë. Nuk është ndonjë çudi. Lojtar Gerta për mua është një personazh është e ftohtë dhe ka një qetësi të frikshme, Po. që këto dy gjëra janë shumë të rëndësishme aty. A kupton? Po. Dhe dysha tjetër që është kundër njëri tjetrit është Gjesti dhe Loredana. Në finale, Gjesti. Dhe dysha e fundit sipas teje është Gerta apo Gjesti? Kush e fiton këtë Big E Brother? kam thënë që e fiton Gjesti. Në optikën time. Ta gëzoj. Urime. Mirë, atëherë ne do të kalojmë në një rubrikë tjetër. Sa rubrika pas Po jemi shumë kreativ, jemi ke bërë. Shfrytëzoj në pikën e fundit. Nëse po ju pëlqen kjo intervistë që me shumë mundësi po, bëni subscribe më poshtë, andale ale është ai butoni kush, nuk duhet humbni asnjë nga prodhimet tona. Gati, 3, 2, 1. E kam Nuk e kam bërë. Het më ta çfarë do më thoje. Po bëj një çik me ne. Kristiani është frymëzuar nga Jozana te Hirusha që bënte bibit i babit i butë dhe ka krijuar këtë rubrikë. Vetëm ajo gjë e blujt më. Vazhdojmë. Urdhëro se kjo është për ju. Faleminderit të nderuar. Kaloj. Pyetja e parë. Kam dalë me dikë për date dhe kam dar faturën në fund. Tani ta shpjegoj. Po patjetër. Vazhdojmë tani. Kur më ka pëlqyer personi, nuk e kam bërë. Kur s'm ka pëlqyer, e kam bërë. E kam thënë ti paguaj dhe vetëm ti iki. Sa legdo. Sa legdo. Si ato të përputhën dhe ti. Pyetja tjetër. Jam puthur me një personazh VIP, por nuk e kam treguar kurrë. Ka hyrë në Big Brother Jam puth me Eglen më atë. A ne? Jo, pyetja ime do ishte mos është partneri i ri një personazh VIP. S'ka thua apo nuk është. Kam flirtuar me dikë me mesazhe vetëm për të kaluar kohë. Kur për zotin e bëj çodi. Kur kam kohë me thënë drejtën se shkruaj në zoti matë dhe Janë të çuditshëm. janë çuditshëm, mos me Të komentet etur. unë vdes, unë me komentet merrem shumë. Jam bër aq tap sa që në ditën e nesërme nuk kam mbajtur mend asnjë gjë. Tani, e kam bërë, por jo që s'mbaj mend asnjë gjë, ka qenë vetëm një rast, kam qenë në një fshat të Devollit dhe unë shpesh herë i ngacmoj duke thënë hajde me eks atë gotën e rakis, dhe sa e kam hedh atë gotën, Direkt nuk në mbaj kohë. mend. 20 gradë rakia. Çfarë tritoli ka qenë. Por kam qenë edhe, mund ta them, tek Aulona, dhe Aulona e ka të hilen për t'i bërë të ftuar i tap, me thënë drejtën e vi bërë të dy. Nga Olona, rrëshis dhe emision. Pyetja tjetër. Kam bërë blog në Instagram një banor të Big Brother VIP. Jo, nuk e kam bërë. Nuk i bëj blog sepse Po kam qef Xhibani më kishte shohë. hequr. Po Xhibani? Xhibani më ka heq. Se Xhibo?
Why? My friend, why? E kam bërë. Nuk e bërë. Po çfarë ndodhi me Xhibanin? Dëgjoj si është puna. Si goca dhe çuna mësuan për mua sa shumë. Si çfarë respekti bëjnë Po pra, Xhibos. ju po e respektoni ndërkohë që Po ai Xhibo atë kohë Jo, s'ka ka problem. 20 vite. Hiqni sa të doni. Unë Xhibon e kam mbështet shumë në fillim, sepse më dukej personi më real, edhe për mua ishte i sinqert, pavarësisht atij impulsivitetit që e kishte të tepruar që aty nuk ecën gjatë. Kemi qenë të ftuar në një emision bashkë. E kishte shumë bezik këtë pjesën që pse duhet të flisi për gjestin ju, pse? Ndërkohë që Ndërkohë por kuptoj që këtu jemi për të folur për Big Brother dhe ti je jashtë dhe ai është brenda. E kupton edhe ka qenë një shpërtim i tij që pse bën opozitën, i thash më fal, po them mendimin tim. Dhe kemi qenë edhe në klub, kemi qenë gjithë që ishim aty në emision, tek Aurela, dhe sa po iki pra aty, Xhipo më kishte heqë. S'është mësuar në na. I doli Aurela për i hundësh. I Se shiri do vogli. deri në fund. Pyetja tjetër. Janë përfshirë në një sherr fizik. Ja, nuk e kam bërë. Kur kam qenë shumë e vogël, po ja kam fut njërit me telefon që i ka ardhur mendja vërdall. Kam bër one night stand. Nuk e kam bërë. Okej. Nuk jam tip kështu. Ata që më njohin e dim. Kam provuar substanca narkotike? Jo. Nuk e kam, bravo. Dhe pyetja e Po pse fundit. bravo? E provojnë dhe për shef. Po mirë, mund ta provosh që rëndësi ka mos të Jo, kjo është varësi, për kjo ka rëndësi. rëndësi. Pyetja e fundit dhe më e rëndësishme, kam gënjur në këtë intervistë. Sa kam Seriozisht? Jo kam Më lër ta pyet një pyetje, kam gënjur në këtë intervistë. E ka bërë. Bëni një pyetje tjetër se çka ka shumë mirë. Lidiona, shumë faleminderit që ishe pjesë e What of Si, Show. faleminderit kënaqem. shumë. Kaq pak. Kaq ishte. Jo për zotin Kalon koha shumë mirë. Jo, tani fillon Tani në shiko, pjesa. ndiq pak tani një super vox pop që kemi bërë ne. Pa hajnje. Është lot. Më merrni një ditë mua të bëj Vërtet? vox popa. Do vi? Po. Realisht po. Vox popin e radhës në Lushnja. Jo në Jo Lushnjë. në Lush. Ku e do në Lushnjë, avaz Devon? di Jo si në shumë e morëm Lushnjë. shumë seriozisht. Aty më në mes Tiranës. Mes Aty Tiranës.